11 persona përfshirë zyrtar janë arrestuar të enjtën në ndyshimin për dallavere me patent shofer nga policia e Kosovës në Prishtinë, Gjilan e Gjakov. Plani operativ patenta u zbatua në 10 lokacione të ndryshme në këto 3 komuna. Lokacionet përfshinin shtëpi private, zyra rajonale të Ministrisë së Infrastrukturës, koordinator, ekzaminer dhe biznese me veprimtari të autoshkollës. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, hetimet nisën muaj më parë, ku u aplikuan masa të veçanta për të siguruar dëshmi të mjaftueshme për keqpërdorim të detyrës zyrtare, pranim rishfeti, ushtrim ndikimi e armbajtje pa leje. Një mbledhje të dyshuar meshkuj kosovor në forma të ndryshme në vazhdimsi kanë ndihmuar kandidatë të shumtë për të pajisur me patent shofer të kategorive të ndryshme, me qëllim të përfitimit material për vete apo për personat e tjerë, gjithnjë në kundërshtim me ligjin. 10 prej të arrestuarve janë dërguar në mbajtje prej 48 orësh, e një është liruar në procedurë të rregullt. Si prova janë sekuestruar një AK-47, 2 revole, 224 copë fishek të kalibrave të ndryshëm, para të gatshme 16.145 euro dhe 6.660 franga zvicerane, 17 telefona mobil, 3 kompjuter, 2 USB, si dhe dokumentacion relevant për procedurë të mëtejme hetimore. Shënjestër.net